akona e 18 vjeçar, 17 vjeçar, ka thonë për një 50 vjeçar. Aja ka qenë e padrejt. Mua di shokët e kom bërë për krime dhe domët e luftës pa din gjyq. Baca, mund është me më kallëzun fillim për jetën e fëminisë tonë. Çfarë jetë e keni bërë kur je koti fëmijë dhe a ka dallim çysh je rrit ti për shembull me çysh rriten fëmia sot? Po, është dallim jashtë mendoj unë është i pakrahasueshëm. Rrethonat përpara kanë qenë shumë që më thonë ka qenë varfënie e madhe, s'kame. Nuk ka pas dallime sikur tash në këtë kohë. Edhe kushtet e shkollimit të parë i kanë kushtuar shumë rëndësi shkollimit, se shkollimi është një drejtare e madhe për një komb. Do thotë në atë kohë, për shembull ka luajtur rol edhe pozitiv shumë si hoxh, si sheh, si prift, gjitha lëmivja kanë dhënë atë kontributin e vet. Unë veç muj më thonë si për shembull për me cek hoxhën të madhin Mulla Zek Bordyn, ai ka qenë një hoxh, ai një ka qenë mas poetikën e një është kombi. Po, kur e ki kombin, ata zakonisht plesht rrujnë kombit i kanë thonë vatonin edhe atë dheu, kur e ki në krizë, do të thotë ajo është në dy edhe fenë, ai ka qenë edhe për flamur në Goliotok. Për shembull i kanë bërë pyetje kështu se di peceku për herë të parë kështu si i kanë thonë hoxh, ama më rëndësi është me ndërtu një xhamia në shkollë. Si më rëje çka e të fortë ti kështu? Shkolla ta mbaron edhe xhamin, të ta mbaron edhe kishën. Edhe teqen. Do thotë ai ka dhënë rëndësi në një, e veçanërisht edhe ai edhe Mulla Ramosh Shatri, ata edhe konë të zak për çështje kombëtare, për flamur, për gjithë ato i ka thonë, e veçanërisht shkollimit. Edhe s'muj pa përmend edhe Mulla Is Haxhiaj. Ai ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht. Ato kanë turturuar se konë ditë vështira se në okupim në aspekt historik i bjen koha Rankovićit. Ata kanë pas një memorandum të Akademisë Shkenca dhe Arteve Serbe për shkombëtarizimin, për shpërnguljen e shqiptarëve nga këta tutërore etnike. Për shembull, ti merr me mend këtë luginën e Nishit ata kanë zbrazë. S'ka shumë e dhimbshme, ka pasur një marrëveshje ndërshtatnore, ti u dosh më shku në Shkup, për më shku në Shkup, edhe ka thonë ti më thonë që je turk elhamdulillah. Faktisht ai s'kon turk, po kur shkoi ja ka gjetur emrin Arnaut. E ky u dosh me në shku këtu për shpërngulja se ka qenë për shembull aja Garajshanin Çubriloviçi për shpërnguljen e shqiptarëve, pasimin etnik në Kosovë, më shumë fjala. Edhe tash ti ku ti thush një Shqipnis, këtu është një dallim. Ati Shqipnisët qërtët ne ke pas ma vështirë se ju në Jugosllavi. Faktisht koha e Rankovićit edhe koha e Miloševićit janë për shkombëtarizim jashtëzakonisht madh. Në kohën e tij s'ka pas, ç'më thon, kanë përfituar koha për shkak të rëndësia që i ka dhënë arsimit, se shumë rëndësi të madhe të arsimit i ka dhënë Fadil Hoxha, gjithë këta krerët përpara. Ata se më serb që na tash edhe jem çfarë probleme kemë më serb. Ka një politikë jashtëzakonisht të hidhur, të keqër edhe në atë kuptim poshtrues. Shkollimi ka ndodhur atëherë nënat tona kanë pas shumë fëmijë. Do thotë nënat shqiptare në Kosovë kanë fjalën ato janë heroina. Tash ti të standard valla unë du djalin, qike 1, 2, ai 7, 8, 9, po ashtu edhe më shumë vujtje. Po e ka rrit. Se ka edhe ka rrit më shumë se sot, edhe shkollim më gjys apo nga gjys këpucë se pak ka pas atin. Tash jo shumë sipas mendimit tim është një dallim, po tradita, zakonat që kanë në aspekt pozitiv, se për shembull është negativ, për shembull kur pendëgjojnë akona e 18 vjeçar, 17 vjeçar ka thonë për një 50 vjeçar. Aja ka qenë e padrejt. Drejta dhe lirit e ferme, po e ka qenë jeta patriarkale, mësë mja thy fjallën në erën familjes, edhe ka pranu. Baba kur e ka thonë, po mendoj, e ka feju, ose ka thonë ndjep e kanë feju. Kanë feju, atë janë shumë dhimbshme. Tash gjithë kur shikon në atë kuptimin, edhe familjari janë shumë për nga afërsia. E tash jo, tash jetë, po njëherë i kanë pavetë bashkë këtë hoxhën, po du me cek këtu, i thojnë hoxhë, qysh të ju shqiptarët vetë një, ku dëni me nëzon nusën,
Apo doni të me nëzonë të duhet me këshikone ka daj, nip. E veçanërisht atëherë kanë këshyrë, bërë me çfarë vizioni kanë pas, adha i legjyshja, nona e tia kanë pas tomën mbi dhon fëmis. Edhe kur e kanë feju e vetën një hoxh, një kësi, një malazez, thëtë, qështë të hoxh të ju, shpenzoni edhe shumë të qashtu konë. Pse shpenzoni shumë të e shqitin një tokë për me nëzoni një nuse. Një gru konë shumë atërë. Thëtë, aje e priti, tha hoxha, tha, po, tha, veç ju qësh, jënë dy sene këtu, thëtë. Ju qësh njoftoni shpejt, martoni shpejt, edhe ndani shpejt edhe pa burra. Të shqiptarët ka qenë onë pozitive. Tash për shembull, sa më i madh që është civilizimi, i ka edhe onë degenerimi. Për arsye se, për shembull, atëherë, ai ka qenë në një mënyrë pak pozitiv se dy sene lëshohet gruaja. Një nëse është për hajni, nëse vjen shtëpinë, edhe ajo se e formon themelin e vet, familjen e vet. Edhe në atë kuptimin, nëse është kurvni. Është më këto, bën dashnimet tjetër kona. Ajo s'është kur e ke nuti kryt një stek më to, e ki shokun e jetës, e këto dy sene. Tash ti më herët çdo dyja janë koma më pak. Po. Unë për shembull jam mu kum kara, kom dhënë drejtën familjare të Akademik Syria Popovci. Edhe na e ke pas në atë kohë në Fakultet Juridiko Fjola, vjen e parë në Jugosllavi e kem pas mosshkolorizimin. Shumë është interesant. Tash ne i rritëm, tash është, jo të ish, po tash edhe mesatarës të Evropës i afrohem në përshkruarizim. Shumica bojnë, për shembull, luajnë kunora atje prishin këtu në shtësinë, dhe rrethonat ekonomike, edhe këto lufta na kanë dëmtuar se ka bë krime, lufte, krime kundër njerëzimit edhe gjenocid. Se krime lufte kur konventet e Gjenevës nuk përputhen as këshyr. Krime kundër njerëzimit është kur ai e bën ndamjen, gra, fëmijë, pleq, plaka kështu. E gjenocidi e ka kur një popull etnik e pasën në mënyrë etnike. Mënyrë etnike siç ka qenë Serbia. Që Miloševići se ai ka pas gjithmonë në gjenocidin, ai ka bërë krime edhe në një luftë, çu më thon, konflikt në Sloveni, pastaj ai më pak mbrojtja territoriale, ke më shumë, hajde se ke më shumë serb janë ardhur në Kroaci. Aty ka bërë krime kundër njerëzimit, krime lufte, po edhe gjenocid, pastrimin tu hiq kroat pe ku kanë me banim më serb. Edhe normal atë bombardimi i Vukovarit. Tani veçanërisht gjenocidin Srebrenicën në Bosnë. E në Kosovë, grafi 1400 janë cëllëfmi, 1420. I ofërsisht 1 milion ka bo pasimenik njerëz, i ka zbraz për këtu. Nëse 800.000 një vend, 200.000 ka dashtë, këto krime lufte mjerisht, ende nuk pak o bo këtu një vanes, po nëse aty ka qenë unë miku e Uleksi, se këtu dashtë tash ka formu, është çdo gjë e mirësore ky institut. Po mendoj instituti që kanë formu për krimet e luftës. Për krimet e luftës, për arsye se më mirë pak se hiç, edhe veçanërisht ai instituti luan rolin se edhe Këshilli për mbrojtje të drejtave dhe lirive të njerëzit. Krimet dhe dëmet e luftës. Unë më i vish me cek se i vetmi në komunë di sotë kam bërë për krimet dhe dëmet e luftës pa dinë gjyq. Më rëmend tashti në komunën i Sokut janë gjithsejt kur e kom bonë, tha, duhet me pagu taksën, qështë është për viktima civile lirohet më, a shumë më shkim. Edhe ata i kanë bo atë 1800 lëndë i kanë pas për domët lu, do të për domët lu të pasurisë. Qështë kanë bo ata? Kanë thonë molla, darda, kumlla, e kanë nxjerrë një numër aty. Sa që të merë na viti. Molla, darda, edhe sa viti ja ka cekë. Edhe frutin, edhe kryesisht ata kanë bo. Tash gjithse i ka 2820 lëndë. Edhe ai e qetë mërë me 5 Serbie, pa din, ati si a lyp taksën, kjo është shumë e dhimbshme. A nuk ja lyp taksën, unë ku më shku për i vetmi, nuk unë rregull, po na, gjenerata, është pagu kjo, që është më thonë, ne duhet për ata që janë vra. Mu më ka vra baba, nipi, edhe shumë afre më konë. Në ashta shumë njerëz dhe kom sekë edhe në klan Kosovë, baram aty është, ne kem nevoj, për shumë për të një trajtim me psikolog, me në psiatës, se shumë njerëz dhe thëtë, konë për çfarë burri, ai ka traumat e luftës. Pak është, ajo që e bo kjo institut është i mirësardhë, një e dyta, a e ditë për me ndjek penalisht është prokuroria. Po baza provat materiale, i merë edhe mënyrë shkencore profesional. Nesër ne besojmë pritet që ditë matë mira për gjenocid, shumë mira kanë që duhet me... Po, s'ka është me vështirë pak edhe kështu, se shumica që janë konë okular,
kanë vdek. Po, Edhe këtu ajo të ne është pak është ajo ngecja ngecja shumë e madhe, ngecje, por nuk ka më mirë pak se që edhe këtu që i bën ato hulumtime në mënyrë shkencore, juridike, i përcakton tamam saktësisht. Edhe jo ngritja veçanërisht për shembull ngritja zërit që është ky Jahir Bejta është një jurist, i jashtëzakonisht ka ku 75 vite ai, e ka ngritjen e zërit në nivel të Kosovës se ka bën një dokumentar. Zia kemi po, ai ka bën jashtëzakonisht për krejt Kosovë, edhe krimet që janë bën. Për shembull, kom dëgjuar në Dubrava që çuçi kanë bën krimet që kanë bën, sikur jevrejt bre. Jevrejt mas sa vite tash 75 vite që kanë bën krimet fashizmi, ne aty i kanë hek ato gjithë ato krime janë sa njerëz janë vrarë në durrët e shtetit.